Edhe ndërhyn komandant Agimi, tyët vetash, çushia e mirë, tha, bashkim tha, pshet, tha, si tërë dita, tha, me konë ushtari jemi. Se kishin insistu dhe 98 na pas afer. Thash komandanti e din, thash si me gjithë shef, unë pranoj me konë ushtari yti, po unë jem ushtari tjetër kujna. Aty ka ndërhym, ka thonë, tha, ushtari ku jetë jem edhe unë. Kthehem, takohem me komandant Agimin, me njësit vetin, njësit Kobra, aty kështë djemët më të mirët që ishin dëshmo dhe 98-ën. Një për tyne që kisha të për zamërt, që kisha gjithë shka kratë djati Shfadel Maluki, Mortoja. Aj e kumë të regu dhe ma herët, aj pa të ngelë shkaku i familjes edhe të një vendosë më papaj. Edhe kishë incidu në atë njësi, sepse ishë komando i vërtet. Ishë Qamil Jasici, Demush Gacaferi, ishë Raketa i Mëllicit, dulë mas e amnitina. Shumë djemë, Raketa ka pas një qondë me 20 kilogram në shpinë. Ishë Neser Vllasi, me ta, ishin shumë djemë tjerë që nashta une me emna dhe kom problem tash mi kujtu si ishin njësi tjetër. Edhe ndërhyn komandant Agimi, tyët vetash, çushia e mirë, tha, bashkim tha, pshet, tha, si tërë dita, tha, me konë ushtari jemi. Se kishin insistu dhe 98 na pas afer. Thash komandanti e din, thash si me gjithë shef, unë pranoj me konë ushtari yti, po unë jem ushtari tjetër kujna. Aty ka ndërhym, ka thonë, tha, ushtari ku jetë jem edhe unë. Edhe aty kemi shku bashkë. Ti ki marrë me mu, së. Kemi shku kështu, tha kemi rrethu, tha, në zharët të jasisit e të vëtushës ishë, kishin arë njësit serbe aty edhe ishin vendosë. Çka ka nënkuptu me ata që ushtari kujt jetë jo me dhënë? Aty, ushtari Ramush Haradini, tekstualisht. Se na ishim pjesë e tina, në kuadrë të shtabit, njësit, edhe ajo atë kuptim e kishë. Ajo ka qenë njëri shumë me vlerë, shumë i madhë njëri që s'ka ditë kur me bo ndasi. Kuni për afert me ushtarë, kem pas fatën me njoftë edhe 98-ën njësis. Edhe kem vazhdu. Edhe Fadili insistaj, veç me konë me ta, edhe u bindem që me vazhdu dhe me rrugtu atë sëllem. Ndërkohë, kur kem rritë e komandant Leoni, i ka marrë edhe 3-4 ushtarë tina, se kish mungesë numrit ushtarëve, që tash veprimet i mora vesh matutjena, kur shkum të rrethimi i zharëv, se aty kam edhe ku më kanë ra ata kushërit që janë vranë non slupit edhe non të rejcit edhe aj dëshmorit, një ndër dëshmorit e parë të Rafshi Dugazinit. Mund ato pjesë që ngon të vendas shkijat. Vazhdojmë për rrugën, gjatë rrugtimit, bisedoj me Leonin, i mur 4-5 ushtarë të ti, nuk e di numri sa në konë që i nërë me neve që në bashkanë gjitë, edhe kem vazhdu tash, u rrit numri, prej aty në djemve, edhe vazhdum për me shku me rate zharët e botushës edhe t'jasicit. Gjatë rrugtimit, unë isha me atë snajperk edhe insistojsha se për deri sa ishim njësit tani na i mësu me konë në vitë parë. Gjatë rrugtimit ma ka të rejkë vrejtin për 3-4 herë. Bashkim këti ki me najtë mrapan edhe me mbrojtë shpina. Se më shikim me atë snajperk, e snajperistë i gjatë rinë pozicion me mrapan edhe shef, po ish mali pëllëzum edhe ti nuk ishe me snajperk, që ka banë aty? Edhe insistojsha me konë gjithë një ndër të partë. Kem shku aty dhe im pozicionu për rreth aty e ka hypë Qamil Jasicin i ndër vëzhgust, që i kish dvet, e ka hypë Qamil Jasicin një edhe ai ka një forcat serbe që ka e në vendast. Dhe tash pritëshim na për më nda edhe me rrëtheku edhe mi sulmu. Se tash prit kemu pastru terenim edhe më ranë fshatra poshtë. Po gjatë, që ka ndodhë këtu? Tash, këtu në radiolidhje i përgjigjet
Unë ku mendu si gjithë komandant Leoni, pa aty Sheqer Maluki, kishtë qenë, ku marrë vesh ma vonë, edhe i përgjigjet i kërkon ndihmë, thëtë nëse nuk kthehi, me na ndihmu, se na morim informacion në bazë të radiolidhjeve që një njësit ka zbarku me helikopter poshtë në Rjel, i thojnë në parahymjet botushës, ka zbarku me njësit special nishit, vëzhgu si kishim pjesë tjera. Edhe ai njësit ishtë në gjitë direkt pronit, edhe këshinu mi marë këtë pikën ku i qesu në këta Neroplaza, aty kanë qenë një farë pjesë e hapun si lendin, edhe ta shtysynu se ishtë qëllimi mi marë pikat më të nelta, për me mujtë me pas kontrolin se cila edhe grupet e njësisë serbe, të ushtrisë Jugoslave. Edhe atëre ka ndërprej komandant Agimi veprimit që do i kishim e marë për Solem, edhe jem këthy. Gjatë këthimit, para se mu këthy më artë pika ku i kishim vendosta dhe ku e parashishim na që jenë Serbt, e ka nda njësi në dyshe. E ka nda Nasser Vlasin, ka qenë Fadel Maloki, ka qenë Zaj Qela, ka qenë Qamili, Demushi, Raketa, edhe këta djem i ka marrë Nasser Vlasi edhe ja ka dhonë urnin se isha afërtina dhe ku mujt me ndëgju bisedën e ati koordinimit fantastik që konë të sulmit, që mu më nëzës spritsha me boat veprim, edhe sugjeron Agimin dhe jo keni me këput pranin, dhe të edhe pa koordinim tonin, dhe të as të një veprim, as të një plumë zbën më shpras. Na thëket dhe të i dalim të shëbikin kretë djatë serve, kurse në Ballore e kishin komandant Leonin, në kretë majt e kishin Leonin edhe Naim Lushi. Naimi është prej atyne që ka rezistu mas shumë të me prej dha që fatë mirësisht e ka pështu pa në ra aja pikë në dorë të serve. Edhe ata i ndonë na vazhdojmë neltë dhe na pozicionon, mra patina gjath, komandant Leoni, e i mes bërgjë, një herojt që është shumë e vlera, ka qenë Shefqet Mustafa që se përmana ma heret, o konë knasi e jemi kur këmë takua ditë në atë grupë me Agimin, që një isha dhe 98-ën ka qenë një prej djemve më të zëtë të Glogjanit dhe Dugazinit, ka qenë edhe udhes, edhe kur këmë pa ata për mu konë knasia ma madhe. Aja dhe Fadili për mu në konë gjdo gjonë që isha me ta. Shefqeti ka qenë me neve.